Përshëndetje. Kjo është një video me 3 grupe, parashikimi është i përgjithshëm. Nuk është rastësi që ju e shikoni këtë video dhe pikërisht sot që shumica e njerëzve janë duke folur me familjarët, me njerëzit e zemrës, marrin ndrojnë dhurata apo hurojnë nëpërmjet mesazheve dhe nëpërmjet rrjeteve sociale njëri tjetrin. Gjithsesi, ju jeni grupi 1, grupi 2, grupi 3. Uroj që ti të mbyllësh sytë disa çaste dhe të zgjedhësh grupin tënd më të preferuar apo ai që të tringullon në zemrën tënde atë moment dhe në mendjen tënde. Besoj intuitës tënde në çdo lloj momenti. Vazhdojmë me grupin 1. Grupin 1 kemi mbretin e shpatës, asin e shkopinjve dhe 2 monedhat. Këtu shikoj që kemi disa gjëra që nuk kanë qëndrueshmëri. Këto 3 letra më tregojnë që janë disa gjëra të dukshme në jetën tuaj. Shikoj që këtu kemi njerëz që janë të tokëzuar këtë moment, por nuk kanë një balancë të duhur. Unë do të thosha që mbreti i shpatës më tregon që njëri nga ju në jetën tuaj jeni duke dashur të balanconi disa gjëra me shumë vlerë në jetën tuaj. Mbase mund të jetë puna, mbase mund të jetë një pasion, mbase një marrëdhënie. Këtu shikoj që 2 monedhat ka pasur diçka ose një ide të re me pasion shumë të madh. Asi shkopinjve ka qenë shumë racional, shumë i drejtë, por ndonjëherë shikoj që jeni të ftohtë në marrjen e vendimeve këto ditë. Mbreti i shpatës më tregon që është një person që po kalon një periudhë ku mendja është diku tjetër, shpirti është diku tjetër, e kërkon të dominoni në zemrën, por ndoshta shikoj që grupi 1 është duke sakrifikuar anën emocionale, por gjithmonë nga që është mbreti i shpatës, po ecën dhe me logjikën, po ecën dhe me stabilitetin, sepse kërkon stabilitet në vitin 2026. Gjithsesi, këtu shikoj që grupit 1 do t'i thosha duhet të keni më shumë pasion në gjërat që po vinë ditët, që po kalojmë. Pse po e them këtë gjë? Sepse asi i shkopinjve po vendos diçka në jetën tuaj dhe është diçka e drejtë. Për të arritur qëllimet tuaja duhet të mendoni dhe të merrni vendime. Jo të mendoni për gjëra të tjera. Prandaj kujdes me marrjen e vendimeve. Grupi 1. Grupin 2 nuk e shikoj aq mirë, më vjen shumë keq. Grupi 2 po shikoj në një fazë emocionale shumë të rënduar, mund të jetë nga dashuria, mund të jetë nga ndjenjat e thella, por shikoj që ka diçka të papritur në familjen tuaj ditët në vazhdim ose nesër. Shikoj që disa nga ju po bëjnë një zgjim të brendshëm, po shikojnë më qartë, sepse 2 shpatat më tregojnë që aktualisht disa nga ju janë në dilema të mëdha dhe nuk shikojnë të vërtetën. Tani duhet të shmangësh vendimet e gabuara dhe është një periudhë tranzicioni shumë e vështirë, por ti je duke u rritur dhe kjo është shumë gjë pozitive, sepse më tregon që ti aktualisht po bën një ndryshim të papritur në jetën tënde dhe kjo është që ti duhet të zgjosh vendimet e brendshme. Duhet të bësh një zhvendosje aktualisht dhe të i besosh të vërtetave të tua. Por me sa shikoj që The Tower janë disa gjëra që do të ndodhi në ditën e vazhdim, duhet të bësh kujdes. Sepse ti po shikon të vërtetën, po e shikon me sy të mbyllur, nuk po e shikon me sy të hapur. Kurse për grupin 3 kanë letrën e forcës, 4 shpata dhe faqen e kupës. Zemrave mia, keni kaluar një vit shumë të lodhshëm, një vit plot emocione, si negative dhe pozitive. Këtu shikoj që aktualisht e ardhmja juaj ose dita e nesërme juaj është të krijoni, por brenda vetes tuaj jeni si ai fëmia i paritur. Këtu tregon një mesazh shumë të bukur. 4 shpata tregon që ti je duke shëruar veten. Je nëpërmjet momentalisht stuhisë së brendshme dhe durimit që të tregon që ti këtë moment dhe këtu kemi një simbol të demit dhe të luanit. Dhe këtu shikoj që ja delni me sukses. Do të zotërojë çdo sfidë dhe çdo version që do të vitë në jetë. Pse po e them këtë gjë? Sepse ti aktualisht je duke kërkuar të shërosh fëmijën tënd të brendshëm. Disa nga ju, sepse po e marr në të 3 grupe tani, disa nga ju
jeni duke kaluar një transformim të madh shpirtëror. The Tower që kishim te grupi 2 është shumë e vështirë këtë moment që po kalojmë, por e ardhmja juaj është plot forcë, plot energji pozitive, sepse keni letrën e forcës. Dhe këtu është vërtet e vështirë për ju ta shikoni, por aktualisht shikoj që ke gjetur dashurinë dhe qetësinë. Me sa shikojmë këtu, shikojmë që do kemi ndryshime që do vinë natyrshëm në jetën tuaj. Duhet të keni shumë durim, duhet të kaloni me këto gjërat me shumë pozitivitet dhe të përdorësh forcën si shenjën më të madhe pozitive në jetën tënde. Universi po të thotë troç, je më fort se ç'ke menduar, je më fort se ç'ke dëgjuar dhe je më fort se çfarë ndjen. Prandaj, nëse don të dim çfarë mund të ndodhë në të ardhmen tënde, ajo i bie që ti aktualisht nuk duhet të rrëzohesh më si dikur, por të vazhdosh me fuqi përpara sepse ke mundësi. Të treja grupet kanë mundësi që të respektojnë më shumë veten e tyre dhe të kërkojnë më shumë nga vetja e tyre. Ju uroj një mbrëmje të bukur dhe shikim të këndshëm ju që do ta dëgjoni. Parashikimi gjithmonë është i përgjithshëm, ju përqafon në Tarot.